Për të ndalur tek një proces tjetër i rëndësishëm, siç është vaksinimi. Ju mund të përballeni normalisht edhe me prindër të cilët hezitojnë të vaksinojnë në kohë, sidomos është e vaksina e 1 vjeçarit që shpesh herë kanë lidhur me autizmin. Si veproni në këto raste? Sa e rëndësishme është ky proces për të kryer gjithmonë edhe në kohën e duhur? Duhet të kuptoni diçka. Procesi i vaksinimit është një proces tepër i nevojshëm. Duke qenë se fëmia në këtë mënyrë imunizohet ndaj shumë infeksioneve të cilat janë në qarkullim, ose së paku ka një predispozit ose ka një gjaz në sensin që të ekspozohet përgjatë rrugtimit të tij jetësor, se ne asnjëherë nuk e dim nëse fëmia do të udhtojë në një vend të caktuar të botës ku një patologji apo sëmundje e caktuar është endemike, apo është karakteristike për vetë atë vend ku ai shkon. Kështu që në këto kushte unë mendoj se është tepër e nevojshme që fëmijës mos t'i hiqet e drejta për të qenë i shëndetshëm. E di që ka informacione që janë shumë të shtuara në sensin e edhjes për konsum mediatik apo mas mediatik, por nuk ka një lidhje shkencore të provuar që një vaksinë e caktuar, referoj MMR-n, që është vaksina e vitit të parë të fëmijës, të sjell atë problematik që quhet autizëm apo spektri autizmi, sepse autizmi në vetvete është një spektër i madh problematikash.